Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Olsi Bylyku i kundërvjet produksionit për goditjen e gjestit nga Jozi. Pas incidentit të rënd të ndodhur gjatë spektaklit ku Jozi goditi fizikisht gjestin dhe u përjashtua menjëherë nga formati, nuk kanë munguar reagimet e figurave publike. Një ndër to ka qenë dhe aktori Olsi Bylyku, i cili dikur ka qenë pjesë vetë e këtij programi. Reagimi i tij, edhe pse u fshi pak më vonë, u përhap me shpejtësi në rrjetet sociale dhe përmbante kritika të ashpra nga menaxhimi i programit dhe nga ana e Top Medias. Kjo është ajo loja që ofrohet si lojë nga televizioni që ju aq shumë e doni, shkroi Olsi duke shprehur zhgënjim dhe neveri për atë që ndodhi live para një publiku të gjerë.